Zoti kryetari i Kuvendit, Kuvendi i Shqipërisë në agjendën e tij duhet ketë vetëm një pikë që ju keni 2 muaj që e mbani zvarr, e të rishni zvarr, duke e kthyer Kuvendin e Shqipërisë institucionin e vetëm në botë që bëhet bunker ndaj zyrtarëve të korruptuar. Dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. E justifikuat shtyrjen fillimisht me kohën që kërkoi avokati mbrojtës 3 javë për të mbrojtur korrupsionin e Belinda Ballukut. Na that, pasi skadoi 3 javët e kërkuara, që do presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Për 2 muaj të mbushët kokën shqiptarëve që një zëvendës kryeministre apo ministër nuk mund të pezullohet se gëzon imunitetin e deputetit. Morën përgjigje nga gjykata kushtetuese që pezullimi nga detyra 8-0 madje nuk hyn fare në çështjen e imunitetit as të deputetëve as të ministrave. Pas vendimit gjykatës kushtetuese thanë, nxorët një tjetër justifikim, do presim të zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe për 2 muaj jeni bërë pengesë për hetimin e korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Prandaj dhe nuk duhet bëhemi hipokrit, zoti kryetar, miratojmë kalendar e program pune, ku ky kuvend ka dështuar për 2 muaj të përmbush një funksion kushtetues në interes qytetarëve, siç është pranimi i kërkesës për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Prandaj dhe deri në atë moment, ky kuvend nuk mund as të funksionojë normalisht, as të bëjë sikur ajo çështje nuk ndodhet këtu, dhe as na njoftoni që përmes një ligji keni vendosur të jepni mbrojtje politike kryeministit dhe ministrave nga veprimet hetimore të prokurisë së posaçme. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Dhe është në turpin e këtij kuvendi, po dhe të kolegëve të mi të mazhorancës, një pjesë për tyre nuk kanë asnjë lidhje me korrupsionin dhe nuk duhet pranojnë kurrë që të shëndërojnë këtë sallë në mburoj për të korruptuarit. Prandaj, zoti kryetar, në kalendar do duhet fusni me urgjencë heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, t'i hapni rrugë hetimeve të prokurisë, t'i hapni rrugë çdo mase që kërkon prokuria ndaj cili do që të shkojë dhe të përballet si i barabartë përpara ligjit për çdo akuzë që ngrihet nga prokuria e posaçme. Ishit ju dhe keni qenë ju që për vite të tëra na keni thënë se drejtësia e re po bën punën e saj, duhet lejuar të bëjë punën e saj e me radhë. Ditën që ju trokiti në derë, në parallomën e Edi Ramës fillimisht, pastaj në oborrin e shtëpisë Edi Ramës me çështjen e Akshit, keni ndërmarrë një sulm të paprecedent ndaj sistemit drejtësisë, me veprime aktive për të penguar prokurorinë. Dhe më lejoni t'ju sjell në vëmendje fjalët e kryetarit të Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian dje në Shqipëri, që e quajti këtë një test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Ose ky kuvend do ta luftoj korrupsionin, ose ju do të zyrtarizoni shndërimin e tij në bunker ndaj korrupsionit. Prandaj, ju lutem shumë, mos provokoni qytetarët, mos provokoni opozitën, lejoni që ky kuvend të përmbush në kohë misionin e vet kushtetues për t'i hapur rrugë heqjes së imunitetit të çdo zyrtari që akuzohet për korrupsion. Në rastin konkret bëhet fjalë për akuza që përfshin 1/4 apo 1/5 e buxhetit vjetor të Shqipërisë. Dhe është e paprecedent që ne kemi 2 muaj që tallem me këtë kërkesë prokurisë, nxjerrim justifikim pas justifikimi për ta shtyrë sa të mundemi dhe për të fituar kohë. Sjellim këtu iniciativa që në fakt rrotëzojnë propagandën tuaj, se ju me propozimin ligjor që keni sjell për ndryshuar kodin e procedurës penale, që është tërësisht antikushtetues,
keni pranuar një fakt, që me ligj prokuria dhe gjykata pasan pasur të drejtë. Zëvendës kryeministra dhe ministra pezullohet nga detyra, se po mos kishin të drejtë, nuk kishin sill me ndryshu ligjin, që të përfshini zëvendës kryeministrin dhe ministrin. Atëherë për çfarë e vonua 2 muaj kërkesën e prokurisë? Që të vim në këtë moment na thoni po ne e dim që ligji e lejonte, po për 2 muaj donin të bënin mbrojtje politike për të mbrojtur një të korruptuar. Dhe vim të sallë dhe sillemi se ku s'ka ndodhur asgjë. Se kur kjo kërkesë nuk ekziston, miratojmë kalendar e programe dhe miratojmë ligje që në letër duket se kur luftojnë korrupsionin, kur vjen rasti konkret e mbrojmë korrupsionin. Prandaj kjo që po bëni sot, duke miratuar kalendar e program pa trajtuar në kohën e duhur dhe me urgjencë kërkesën e prokurisë, është thjesht dhe vetëm hipokrizi. Që kështu ne jemi kundër kalendarit dhe programit punës kuvendit. Faleminderit. Kjo nuk është një seancë pyetje përgjigje me kryetarin e kuvendit, gjithsesi thjesht për t'ju sqaruar një gjë që ju vetë dini, nëse fjala juaj nuk ishte për konsum të opinionit publik, por realisht shprehte një shqetësim, lexoni rregulloren. Përpara se të bëni fjalime patetike, zbatoni hapësirat që ju jep rregulloria. Ju nuk keni ndes, të lutem. Asnjëherë nuk e ke kontestuar interpretimin që kryetari i kuvendit i bën rregullores, që në fakt nuk ka shumë nevojë për zgjuarsi, sepse është e qartë. Ne kemi një afat në rregullore, veprimtaria e Këshillit Mandateve Rregullores dhe Imuniteteve në asnjë moment nuk ka shkelur asnjë nen të rregullores, asnjë afat, jemi brenda afatit, aktualisht siç e dini, po dhe për informacion të deputetët dhe që gjithashtu janë njohur, për pak ditën e hënë ne do të zhvillojmë mbledhjen e Këshillit Mandateve, pasi është respektuar e drejta e gjitha palëve. Këshilli i Mandateve Rregullores dhe Imuniteteve nuk është një organ vendimarrës, është një organ këshillimor. Jep këshilla, del me një raport ku pasqyrohen opinionet e të gjithë palëve dhe kryetari i kuvendit, kryetari i Këshillit Mandateve, është i detyruar të respektojë opinionet e të gjitha palëve. Ndaj mos u shqetësoni për rregulloren, nëse doni ta çoni në jo normalitet, misioni im është ta mbaj në normalitet punën e këtij kuvendi dhe padyshim do kthehemi te rendi ditës, te kalendari, programi, do votojmë, do fillojmë diskutimin e ligjeve si një kuvend normal, i një shteti normal. Shumë faleminderit. Zoti Balla ka fjalën. Shumë që e pranon që u jeni palë në mbrojtje të korrupsionit dhe ne në luftë ndaj korrupsionit, po të ishim në Parajs, po s'jemi në Parajs, ka disa palë. Të paktën për transparencë me qytetarët, në kuvendin e Shqipërisë nuk ka asnjë kërkesë për heqje imuniteti, sepse as deputetët dhe as ministrat në Republikën e Shqipërisë nuk kanë imunitet. Ka një kërkesë ose dhënia autorizimi për një masë sigurie. Për të qenë të saktë, tani e bëre gafën mbaje, po dhe sqaroni të gjithë ata me të cilët flisni. Nuk ka kërkesë për heqje imuniteti. Sa i përket një kërkese për dhënie autorizimi, zotrote si antar i atij këshilli i emëruar nga zoti Peleshi si kryetari i këshillit, jeni njoftuar sikurse jam njoftuar edhe unë në datën 23 ora 10:00 për të vijuar me mbledhjen. E dyta, të gënjesh është edhe profesion sot dhe ju e ushtroni këtë profesion në mënyrë shembullore. Thatë që ka një vendim të gjykatës kushtetuese 8-0. A mund ta kemë atë vendimin tënd se unë di dhe publiku di, ja ku i keni dhe gazetarët aty lart, që nuk ka një vendim. 8-0. Dhe sa i përket
8-0, po ka një vendim 8-0 në leximin pa jurisprudencë, sepse nuk ka prodhuar jurisprudenca i vendim, 8-0 që thonë që GKK-ja ka ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit. Të dyja palët, zoti kryetar, ka një zhurmues në sallë i cili duhet trajtuar sipas rregullores. Ka mundësi, ju lutem, zhurmuesi të bllokohet lëshimin e valve të pa kontrolluara? Faleminderit. Pra, ka 4 antarë të gjykatës kushtetuese që kanë thënë që ka ndërhyrje, por kjo ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të parlamentit duhet të adresohet nga gjykata kushtetuese. Janë dhe 4 të tjerë që thotë ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të presidentit dhe të parlamentit, por kjo duhet adresuar nga ligjvënësi kushtetues. Pra, të dyja palët 8-0 thonë që ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit, të parlamentit, të presidentit, por nuk kanë rënë dakord sa i përket mënyrës se si zgjedhet. 4 thonë ta zgjedh parlamenti dhe 4 thonë ta zgjedhë vetë gjykata. Ne presim me kërshëri, dhe unë e kam bërë dhe të njëjtën e kaluar kur ju ishit në udhtim, i kam bërë thirrje gjykatës kushtetuese që brenda afatit përcaktuar në ligjin e vet organik të na vërë në dispozicion, edhe pse nuk jemi në kushtet e një vendimi me jurisprudencë në kuptimin e mirëfillt, pra me një vendimarrje, jemi në një vendim pa vendim, ne do ta lexojmë me vëmendje se çka kanë gjetur antarët e gjykatës kushtetuese. Dhe prandaj në vijim të komunikimit për këtë çështje, dua që t'ju informoj edhe ju, edhe pse jeni informuar publikisht, se ju keni një problem shumë madh. Ju merrni kompetenca që si keni. Ne vim me një propozim, del zotro dhe thua, keni sjell një projekt ligj antikushtetues. Kush je ti që e thua që ky projekt ligj që kemi sjellë është antikushtetues? Kush je ti? Ti shpreu me votë, zotri. Ti shpreu me votë. Sa për nismat tona, as të kemi marrë në herë dorë, as nuk të marrim në herë fare në refene, ne do të vazhdojmë nismën tonë. Është një nismë e cila garanton parimin themelor të ndarjes së pushteteve në një republikë të jetë pastër parlamentare. Është e papranueshme përpjekja e një pushteti për të pezulluar një pushtet tjetër. Dhe ky është një për elementve thelbësor në ndarjen e pushteteve. Dhe ne kemi thënë shumë qartë që qoftë presidenti i Republikës, qoftë avokati i popullit, antarët e Këshillit të Ministrave, antarët e gjykatës kushtetuese, kryetari i kontrollit lart të shtetit nuk mund pezullohen. Ndërsa këtu duhet ta themi shumë qartë. Është kjo majorancë, është kjo parti politike e cila ka vazhduar dhe ka të njëjtin qëndrim për çështjet që lidhen me drejtsinë. Dhe për t'ju dhënë një shembull të diferencës shumë të madhe mes nesh edhe jush. Imagjinoni sikur ngjarja e ndodhur ndaj familjarëve të një deputetje të Partisë Demokratike t'i kishte ndodhur njërit prej antarëve të kësaj salle këtu. Imagjinoni, ju do të kishit ardhur këtu sot, do të kishit bllokuar foltoren, do të bërtisnit në burg, arrestojeni, është grup i strukturuar kriminal, se vllai dhe motra, ç'pun ka motra, se ç'bën vllai në kuptimin e ligjit, dhe nuk keni për të dëgjuar as sot, as njëherë tjetër një deklarat nga ne këtu, se na doli narkosi i familjes tuaj, kështu i bie me gjuhën tuaj, me atë gjuhën e turpit, me atë gjuhën që s'ka lidhje me politikën. Ai shkreti ti,
shtoj edhe një në tjetër, edhe e qanat punë, shtoj edhe një në tjetër, po unë po flas për parimet dhe ti vazhdon me të njëjtën. Nuk do bëjmë në asnjë deklarat, zoti kryetari i grupit Partisë Demokratike, as për rastin fjalë, me që narkosin e pasketit brenda shtëpisë tuaj, por për të rikthyer tek tema. Tema është e qartë. Në Republikën e Shqipërisë nuk mund, sipas frymës së kësaj kushtetute, të pezullohen autoritetet kushtetuese. Kurse si, ndërsa e drejta për hetim penal, për mas sigurie se na e bëre imunitet zotrote, është një drejtë e pakufizuar e pushtetit gjyqësor. E me që ma përmende një mik shumë të vyer të Shqipërisë, si David McAllister. Unë mendoj që ndër gjërat kryesore të atyre që tha David McAllister, kryetar ndër shumë vite i Komisionit Politikës Jashtme Parlamentit Evropian, është ajo që ju kërkoj ju, e u tha ju, protestat e dhunshme janë të pa pranueshme në një demokraci funksionale. Thirrja ime përsëris sot është ndaj jush dhe ndaj atij që urdhëron dhe stërvit dhunën, përdorimi i fëmijëve 9-18 vjeç për të goditur me molotov punojësit e policisë shtetit, institucionet e Republikës Shqipërisë, është e papranueshme për një parti e cila është antare e partive popullore europiane. Dhe besoj që David McAllister tha dhe diçka tjetër që ju që jeni këtu duhet ta kuptoni, nuk e takoj Sali Berishën. Imagjinoni, këta nuk i takojnë as vetë aleatë e vetë. Këta. Dhe sa për akuza korrupsioni duhet të jemi të qartë. Akuzë për korrupsion sot e keni aty në mes t'jush, kryetarin e partisë tuaj. Dhe e fundit se me që sapo je kthyer dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, e mban mend zbërtisje këtu me 23 janar. Bordi Paqes, ta harrosh, Edi Rama nuk do të shkoj dot kur. Ti e ke thënë aty. Me herë për verbalin. Me herë për verbalin. Me herë për verbalin. Edhe mbani telefonat ndezur, mbani televizorët ndezur në orën 16:00, kryeministri Rama dhe presidenti Trump së bashku në mbledhjen e parë të Bordit Paqes, aty ku i takon Shqipërisë tjetë, o gas, atje. Ju s'ju erdhi as me Kalisteri dhe ke partia, mirë që mori Jorida Galerin e solli aty se do kishin ngel bosh. Të përfundojmë se të përfundojmë, nuk ka replik këtu. Nuk ka replik. Procedura për kalendarin ka vetëm një fjalë pro dhe një fjalë kundër. Të përfundojmë me votimin, pastaj merreni fjalën. Kalojmë procesin e votimit. Edhe në votim merre fjalën pas votimit, nuk ka ndonjë ndryshim. Nuk ka procedurë për kalendarin. Çfarë procedurë për kalendarin? Ka vetëm një diskutim pro dhe një diskutim kundër. Hedhim në votim projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 2 mars 20 mars 2026. Votimi do të jetë i hapur me karton. Kush është pro? Ju lutem numëroni. Dhe 6 pro, kundër. Kundër, abstenim. S'ka abstenim. Projekt programi dhe kalendari punimeve të kuvendit për periudhën 2 mars 20 mars 2026 miratohet. Ju njoftoj se me shkresën numër 746 datë 18/2/2026 kryetarit grupit parlamentar Partisë Socialiste kanë kërkuar pjesëmarrje në grupet e miqësisë si mposhtë. Deputeti zoti Bujar Rexha do të jetë antar në grupin e miqësisë Shqipëri Japoni.
Deputeti zoti Arbian Mazniku do të jetë antar në grupin e Ministrisë Shqipëri-Francë. Para se të vijmë me rendin e ditës, zoti Bardhi ka kërkuar fjalën për procedurë. Guardão. Zoti kryetar, të flas për ndarje pushtetesh, njeriu që është kapur në përgjime të prokurorisë së posaçme, tek ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, për të liruar pronat e sekuestruara të babait Suel Çelës, ky është fundi i botës. Dhe këtë e ka bërë parafolç siç ishte këtu, në këtë foltore. Është në përgjimet e prokurorisë së posaçme, si njeri që ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe merr përsipër të ndërhyjë te drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për të liruar pronat e sekuestruara të babait të Suel Çelës, kapo së bandës Elbasanit. Është ai atje. Dhe ky që është sot drejtuesi i Spakut ka një detyrë, atë dosje që e mban të fshehur apo të fjetur, t'ja ve emrin si do duhet ta çojë përpara, sepse shqiptarët do duhet dinë se kush vjen në këtë foltore dhe bën teatr me ndarjen e pushteteve. Ndarje pushtetesh do të thotë ti mos ndërhysh prokurorit apo prokurorisë për lehtësuar grupet kriminale. Dhe këtë se ka bërë ky krah. E ka bërë kryetari i grupit tuaj parlamentar. E sa për mos kuptimin ton të vendimit gjykatës kushtetuese, të t'jap leksione të drejtës kushtetuese Tauland Balla, është 2 herë fundi botës. Po, 1-0, gjykata kushtetuese i ka thyrë hundët kryetarit tuaj dhe juve gjithë bashk që dilnit studio dhe thonit që ministri nuk pezullohet sepse ka status barabart me deputetin. Dhe gjykata kushtetuese thot, paraprakisht, gjykata vlerësoi 1-0 se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 dhe 73 i kushtetutës. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu sikurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242.2 e kodit procedurës penale, sipas cilës masa e pezullimit të ushtrimit të detyrës nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra për 2 muaj ju keni mbajtur peng kërkesën e prokurisë për arrestimin e Belinda Ballukut me argumentin antikushtetues se Spaku ka shkelur ligjin që ka pezulluar zëvendës kryeministren tuaj. Prandaj përpara se të vini dhe të shisni, dhe nuk ka asnjë vendim që t'i ka dhënë drejt kryeministrit. Asnjë vendim. 4 gjyqtarë thot nuk përfshihen në imunitet nëse doni më Ta përfundoj fjalin. Nëse doni më shumë garanci për ministrat, ndryshoni kushtetutën, ndërsa 4 tjerë ka thënë që po lejohet pezullimi i ministrave, po kërkohet autorizim nga kuvendi. Këta të 4 do duhet na justifikojnë ku e bazojnë këtë në kushtetutë dhe po presim zbardhjen e vendimit. Por në asnjë rast gjykata kushtetuese nuk ka thënë nuk lejohet pezullimi i ministrit, kryeministrit apo zëvendës kryeministrit. Sa për autoritetet e tjera, ju a ka shpjeguar latinisht gabim Ulsiu, sepse antari i gjykatës kushtetuese, avokati i popullit dhe kryetari i kontrollit lartë shtetit, sipas kushtetutës në fuqi të Republikës Shqipërisë, lejohen të pezullohen nga detyra. Madje po të kishin status barabart me Belinda Ballukun, si të pandehur, sot që flasin do të ishin automatikisht pezulluar sipas kushtetutës Republikës Shqipërisë. Por ju doni kushtetutën e Republikës e mbarova, kushtetutën e Republikës korrupsionit. Ne flasim për kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Tauland Balla. Është procedurë. Po e kishe procedurë ti. Ja. Po pa. E kishit fjalën për procedurë, zoti Bardhi. Dhe zoti Balla e ka fjalën për procedurë. Jo, e kam për replik, zotëri. Okej, Falë. për replik. Ka në procedurë.
Zotria që foli prap e përsëris nuk e ka turp gënjeshtrën, shpifjen, se për të njëjtët njerëz nuk ka rezistuar dot që të akuzoj Flamur Nokën, për të njëjtët njerëz. Nuk ka rezistuar dot, e ke akuzuar sekretarin e përgjithshëm të partisë tënde që personat thirrin antarët e Partisë Demokratike të Elbasanit, të firmosin. Mbaje mend shtoje zotrote për babin e Zenit? E mban mend ti bërtet sepse ke vend shkarkim. Por ti e një avantazh i madh i imi për të bërë diferencën në këtë sallë se si duhet të drejtohet një grup parlamentar. Ta kam thënë dhe po ta përsëris. Je i vetmi kryetar grupi në histori që ka kallëzuar penalisht nën kryetarin e vetë grupit. Vetëm ti do mbahesh mend në këtë histori. E dyta është të di shumë mirë shumë gjëra, po ti kursej sot se do të deruaj për ditë tjetër, se mbaroj dhe koha dhe s'kam kohë të merr me ty. Me që përmend edhe Ulsiun, po ta kthen Ulsiu pjesën tjetër. Zoti Manja për replik. Replik ndaj zotit Bardhi, përmendi emrin. Tani, jo e përmende emrin ti dhe meriton një përgjigje se gjysmë të vërtetat janë shpesher gjëra që e fusin problemin në rrugë pa krye. Edhe pse nuk e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese të arsyetuar, kemi një njoftim të shpallur nga gjykata kushtetuese dhe zoti Bardhi më vjen keq se shkon deri aty ku t'intereson dhe i ve pikën fjalisë dhe nuk e lexon pjesën më poshtë. Sipas qëndrimit tjetër, ngjashëm me standardin e interpretimit pranuar nga gjykata në rastin e regjimit të imuniteteve, i cili duhet të jetë i ngushtë, i kufizuar, bazuar në vullnetin e kushtetut bërësit, në reformën e vitit 2012 për zvogëlimin e imunitetit, kushtetuta në formën e saj aktuale ka parashikuar autorizimin paraprakt kuvendit për masat procedurale penale të parashikuara shprehimisht në nenin 73.2 saj. Pra, regjimi i imuniteteve është rregulluar në nenin 73.2 kushtetuts dhe nuk thena gjë tre këtu. As shpike. Në këtë dispozit, thot, në këtë dispozit nuk parashikohet masa ndaluese e pezullimit të ushtrimit nga detyra. Sipas nenit, fal lutem, 242 kodit procedurës penale, ndonse zbatimi i kësaj mase pa mundoson ushtrimin e funksioneve të ministrit dhe përpasoj ndërhyrjen në veprimtarinë e Këshillit Ministrave. Pra është pranuar nga gjykata kushtetuese ata tuajt 4 që ju i mbroni, që ka një ndërhyrje në veprimtarinë e Këshillit Ministrave dhe në kompetencat e kryeministrit. E thot, një sekond, në këndvështrim të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, ku është kërkesa jonë për ndryshimin të neni 242, çështja e shtimit ose balancimit të mekanizmave balancues, ku përfshihen edhe garanci të tilla i përket vlerësimit të ligjvënësit. Tani, ne kemi depozituar në kushtetuese, të lutem mos bërtit se fakti që bërtet nga vendi nuk t'jep drejt. Ne kemi vajtur në gjykatë kushtetuese dhe ju e dini shumë mirë për interpretimin e nenit 103.3 të kushtetutës. Dhe jo të nenit 73.2, se është elaboruar 73.2 me 10 vendime të gjykatës kushtetuese. Kemi vajtur nëse nenit 103.3 e kushtetutës është në pajtim me nenit 242 paragrafi 2 të kodit procedurës penale. Tani, kur të vi këtu nisma, ta bëjmë debatin kushtetues dhe juridik për ndryshimin ton, jemi gati t'ju përgjigjemi ju që pretendoni se ndryshimi jon është imunitet iluziv. Më kupton? Por, ama imunitet iluziv që
ju po parashikoni ke neni 242 një imunitet që nuk e jep kushtetuta. Nuk shtrohet çështja e imuniteti, është rregullim procedurial. Dakord? Jo, është rregullim procedurial, jo zgjerimi një imuniteti kushtetues, jo imunitet i ri. Se në konceptin e imunitetit bën pjesë. A ka të drejtën sot me kushtetut prokuroria të hetoj? Po. A ka të drejtën gjykata të caktoj masat sigurimit personal? Po. Ama pezullimin nga detyra nuk është mas sigurimi personal që lidhet me kufizimin apo heqjen e lirisë. Po kaq kuptoni ju. Më kupton? Kaq kuptoni. Se e keni marrë juridikun në kohëra tjera.